Martesa, rëndësia e krijimit të familjes. Transmetohet nga profeti i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, se ka thënë: nuk është ndërtuar në Islam ndërtesë më e pëlqyeshme për Allahun e lartësuar se sa martesa. Ka shumë transmetime të cilat nxisin për martesë, me anë të së cilës formohet familja që jeton brenda një kornize ligjore dhe sociale, që garanton përkujdesjen, sigurinë dhe përsosurinë e familjes. Familja është një shoqëri e vogël. Islami i kushton rëndësi e saj dhe e nxit krijimin e familjes. Përpara se të flas për detyrat dhe përgjegjësitë e anëtarëve të familjes, Islami i udhëzon ata që marrëdhëniet mes tyre të bazohen te sjellja e mirë. Cilat janë qëllimet e kësaj ndërtese? Çfarë atmosfere duhet të mbulojë kjo ndërtesë? Kush janë të drejtat dhe detyrat? Pastërtia dhe dëlirësia. Martesa është përgjigje ndaj instiktit të natyrshëm, të cilin Allahu i lartësuar e ka vendosur te njeriu. Përmes martesës bëhet shtimi dhe ruajtja e gjenezës, si dhe ngopet epshi seksual. Me anë të martesës, njeriu mbrohet nga rrëshqitja në mëkate e gjuna. Martesa mbi të gjitha ruan pastërtinë dhe nderin. Transmetohet nga profeti i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, se ka thënë: kushdo që dëshiron të takojë Allahun, të pastër e të pastruar, le të martohet. Kjo ftesë në fillim u drejtohet të rinjve e të rejave, sepse njeriu është i dobët përballë kërkesës së epshit dhe këmbguljes së tij, nëse nuk përmbush këtë kërkesë në mënyrë legjitime, të saktë e të drejtë fetarisht. Transmetohet nga profeti i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, se ka thënë: cili do i ri që martohet në moshë të re, ka mposhtur djallin e tij, i cili vërtet e thot: sa keq, sa keq. Ai i ka mbrojtur 2/3 e fesë së tij prej meje. Duhet që njerëzit të jenë të devotshëm në lidhje me të tretën e mbetur.